أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله نفعل صلوات السلام على بيت عليه الصلاة والسلام الجبل نسأل الله جل سنة يفعل مقاطع نوزن يقول دريت هذا نبيت السنجرت من هذا الشيء يكونون هذا الشيء فلاسم اللهم آمين تندروا الله كما يقالوا من الكابيتول التريت من راضة وتري i cili quhet ma'rifatun nafs, njofja e shpirtit apo e vetvetes, sepse fjala nafs përkthehet edhe shpirt, përkthehet edhe vetvetja jote. Si një tërsi pa hyrë shumë në detaje, edhe pse mrena mësimeve. Por Allahu xhaleshanu të ndërmjet kur ka folur për nefsin, ndoshta do ta përkthejmë kështu si nefsi. Do ta marrim si terminologji gjatë këtyre legjëratave, e ka ndarë nefsin në 3 lloje. E para thot al-ammaratu bis-su, inna an-nafsa la-ammaratu bis-su illa ma rahima rabbi. Në Kur'an në surën Yusuf, Allahu azza wa jall ka përmend në gjuhën e Yusufit alayhis salam, thotë vërtet nefsi urdhon njeriu ka keqja. Kjo lloj I parë I shpirtit. Shpirti I cili nuk ka 3 lloje, por sifatet, cilësitë e tyre mund të janë 3 llojshme. Kjo është më e keqja, el marr bisu, ai që njeriu e nxit ka keqja. Tenton gjithmonë me largu për të mirës me çutë e keqja. Ai nuk ka të ai në mirë, vetëm keq. Se po thëmë, s'ka mirë dëmanë, origjina këti, shpirti, është I keq. Në temel që është I keq. Prandaj, Yusufi a.s. kër ka përmend këta, e ka përmend në praninë e ati udhëhecit të ati vendi, kër e ka tregu historinë me moralin e tij që e ka pas, edhe pse ka thonë nuk e pastroj vetën, se vetja nxit ka keqja. Ka dash me tregu modestin, se alhamdulillah Allah xhela ka rujt e ka forcuar, se ka qenë djali I ri, edhe këtë sebebet për haram I ka pas po onar. Edhe në këtë formë e ka përmend që edhe lloji I dytë I shpirtit thot an-nafsul lawwama. Kjo në surën Qiyama la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawwama. Ka thënë Allah, më thonë kur është betu në ditën e gjykimit, edhe ka thonë në shpirtin lewame është ai shpirti I cili e kritikon njeriu. Është ai nefs që rën të kritiku. Por origjina e këtij shpirti, themeli I këtij është mirë, por nuk e ka notën 10. Prej 10 notave, 10 që se ka 5, ka 6. Edhe e kritikon nefsin. Kur janë pyet, më thonë transmetues ose komentator për këtë lloj shpirti kanë thonë shpirt kritikus, ose për mirë, ose për keq. Edhe Ibn Abbasi ka përmend këtë. E kritikon ka mira ose kritikon ka keq. Ka mira, I thotë pse s'bane më mirë, pse s'bane më shumë. I ka dhënë pasardhë pse si vaj 10. Ky nuk është perfekti, por shpirti I tij e kritikon ka mira. Pse I falë veç në reqatë si falë 4, gjithmonë është në, por ndodhë edhe kundërta. Që ky shpirt më konë thash një notë vetëshe me pas. Bëjë mesadarisht mirë. Po ndodhë që shpirti e kritikon ka keqja, e nëzit ka keqja. Qërë që përbën tjerë, se s'po banë të kjo e luftan. Kjo në regjinë është I mirë, për kundër të pare, në regjinë I pare është I preshtë. Ky është në origjinë I mirë, po ose e kritikon vetvetja vetë ka mira, ose kritikon keq. A mund të ndodhë që I njëjti shpirt me kritiku her mira, her keq, po varet cilla e mund. Sot emocionohesh, ke nguni ders, shkruan edhe vetja jote thotë, e nin veten boshllëk, pse s'fala sot më shumë. Nesër do psohesh pak. Edhe thu, aq se mos lodhëm, badhjem të falë. A vëdhen, I njëjti shpirt, po me 2 pozicione, her pas here e luftan, her e mun e mira, her e mun e keqja. Edhe lloji I tretë është ai në surën Fajr, që Allahu xhela ka përmend,
Ja etuha nafsul mutmainna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Është shpirti ose nefsi mardiyya, është ai shpirt që është pajtuar me çdo sens, me kaderin e Allahut, me të mirën e me të keqen. Kjo është i qetë. Mrena ka qetësi, nuk lufton si i dyti, nuk lufton me vetveten e vet. Ky çdo sen e ka kabull. E mira, e keqja, çka ti vjen ti, ky absolut nuk prishet. Nuk i prishet për rahatllëku. E dini Ibrahimin alayhis salam kur kanë humbur në zjarr, ka pas qetësi absolute në jetën e vet. Ka ndodhur njëri që më zgjidhë në përmend që mos bëhet debat për rrjetet sociale, një prej muslimanëve para 70-100 vjetë kanë marrë disa meq, ka qenë një prej udhëhecëve edhe liderëve muslimanë një prej shteteve islame, e kanë marrë për me e varë. Edhe kanë shku mjekët po ja bëjnë disa tensionet e tjera. Edhe i qetë. Ai i bindën që kanë me mytë. I thot, si që ka që qetë ti, thot për arsye se unë i jam ndërzu kaderit Allah. I jam ndërzu caktimit Zotit. Fjala itmiinan do të thotë qetësi absolute. Si Ibrahimi alayhis salam, që pa udhën zjarr, qetësi absolute shpirtërore. Kjo nuk arrihet lehtë. Kjo është vëllai me folë me fjalë. Ama në praktikë, pak një smuj e vogël, çka ta bën? Ta follovit matematikën. Edhe sheh veten se qoftë në vete, qoftë në dikon prej anëtarëve të familjes. Prandaj na kemi raste kur mjekët na tregojnë ose i shohim ose në për operacione të ndryshme. Njeri kur shkon atje, e hu pak këtë humorin, pak vjen siklet. Përveç ati besimtari që e dozon veten të Allah. Andaj, ulemat kanë thonë, burnia shifët në për situatat fështira, e që këtë nefsi i qetë, që ju ka dërzu Allahu Gjellëshanu tërsisht, kjo është më i lavdruari. E që përmendat që të ndeshën pas të në gjysë, që atë besimtar që ka ndash me mytë, pasaj normal ka ndërhy dikush prej liderëve botërore dhe e falen në momentin që po vihej në konat. Edhe pasaj kesha e thot shefni se kurse ka shru Zoti me dek badihava. Për qëtë shpirtin e tretë, Allahu Gjellëshanu ka përmend ajetet e fundit të surës Fajr, ja e ka nafsul mutmainna, o ti shpirti qetë, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Shka këthau të Zotit, kur të vdes, i fletë Allahu, i folin me laqët, të e qunë qilë të Zotit, i bëjnë pritet mirë se cëllën qilë. Ashtu shka në jetë kuranore, në fanë hadithet për Amire Sallese, i mirët një qefin ose një peshkirë për gjenete, vendosët ato e shpirt, edhe në zotë qilë, thojnë kush është kjo shpirt, ka qarën bukur, që po vjen me këtë përgzim, me këtë myshte që bëjabë dhe qilët, po ban nurë edhe qilë me bukurin e ti, thojnë filoni, biri filoni, e njofin me laqët, shpirtën e ti, se punë të ti e ngrit, gjdo ditë në qilë, i badit të tia, dhikri ti, emri ti është përmen në qilë, edhe japin gjithë selam, deri sa të takoj Allah në Gjellëshanu. Edhe Zoti bën pritjet mirë, pasaj i thotë shka se unë ka vendosë që dhe në ditën e gjykimit shpirtët me qëndru në jetën e bërzahut. E këtu Allah gjerë, një prej komentimeve kjo është, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, këtheu të Allahu, i knaqër ti me ta, edhe i knaqër me ty. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Shko takohu, rri, bashkohu me robët e mi, me pejgambert, me djetarë, me shahidat, me evliat, njerëz të mirë. Thot, takohu me ta, wa dkhuli jannati dhe hyn xhenat. Ulemat kër e kanë komentu që ta jetë, kanë ma paramendu kur ta lezëm na, në Kuran, e lezëm imamin. Edhe e që kuptën
çfarë ndjesie ose vetaj që lexon, kur ta lexon namazin thot ja ayyatuhan nafsul mutma'inna, o ti shpirti që irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Thot Allah nazat. Çfarë përgëzimi për çet shpirt, për çet nefs Allahu po ja. Tash e paramendon ti çfarë ndjesie ke kur ti lexon Kur'an. Po çfarë ndjesie do ta kesh kur ta thot ty Allahu direkt, live, në ditën e Kiametit ose në botën tjetër. Është e pa imagjinueshme. Zoti me thonë ty, çdo fjalë me thonë. Ndaj të ndërronë vëllezër, këto janë përmend 3 llojet e nefsit. Po e përmend edhe një ajet tjetër kuranor, që është komentuar nga Aisha radhiyallahu anha, ku disa besimtarë kanë shku me marrë mësim prej nanës e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, edhe i kanë thonë po e lexojmë librin e Allahut azza wa jalla një ajet kështu. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Pastaj ju fëmijët trashëgimi librin kuj robërve të cilët i kemi zgjedhur. Kush trashëgimi cilë libër? Kur'anin, vllazni. Keni kujdes. Trashëgimin e Allahut azza wa jalla mos e humbni. Allahu i ka zgjedhur disa robë për me dhënë trashëgimin Kur'anin. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Besimtarëve ja kalon trashëgimi. E tash besimtarët janë ndarë karshi Kur'anit, karshi praktikimit, mësimeve të tjerë të Kur'anit në 3 grupe. E çto hyn edhe çka meselja e nefsit. Ka thonë e para feminum zalimun li nafsi. Dhe tyre ka që janë bërë zullumçar ndaj vetes vet. Wa minhum muqtasid. E dyta janë ata që mesatarisht ja kanë dhënë hak. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Edhe kategoria e tretë ata që kanë tejkalu në mirësi, kanë ecë shumë përpara me ndihmën e Zotit, me lejen e Allahut. Ulemat kanë thënë lidhsa, pjesësa që lidh dhe e artë është në qëta jetë. Ne kemi dhënë librin tonë disa robërve që i kemi zgjedhur, ama prej tyre janë ndarë në 3 kategori karshi shërbimit të këtij libri. Faminhum zalimun li nafsi, dikush që ka bërë zullum vetes. Kanë thënë ulemat janë për qëllim ata të cilët nuk ja kanë dhënë hakin suneteve, nafileve, as farzave, por nuk kanë bërë kufër. Wa minhum muqtasid, dhe çka e artë. Se Allah nuk ka thonë veç për të fundit dhe që bëjnë të mirë. Të tret mirë janë. Të tret janë besimtarë, të tret llojet. Se sikur të kishar refuzim për 2 të parët, ose për njonin, atër ku për neve. Por Allahu Gjaleshanu e kalon që të tret janë mrena islamit. Por, dhe ma nuk janë qafira, por me gjitha të nuk janë të njejtë, në dhonjën e hakit i badetëve. I dyti, është ai mesatari, i drejtë, i cili ulemat kanë thonë më saktë, për më shmëri shumë detaje, është ai i cili i ka kry farzët, por nuk ka vazhdu në synetë dhe nafile. Në synetë dhe nafile. Wa minhum sabiqu bil khairat, i treti që me mirësitë e tija ka kalu këta 2 tjerë. Është për qëllim ai që i ka kry farzët dhe synetët, edhe nafile. Ama të kry fundit ka thonë bi idhnillah, me ndihmën e Zotit, me lejen e Zotit, për mësë me rrit menja besimtarë. Thot dikush mashallah ti kështu, Allah. Kulmi i thjeshtësisë është kur besimtarin dikush e lavdron me mirësitë e ibadeteve ose me mirësitë e dunjas. Mashallah ti kështu ti ashtu. Çfarë thot besimtari? Hadha min fadli Rabbi. Kjo është mirësi nga Zoti im. Kush ka thonë këta? Këta ka thonë Sulejmani a.s. Kush ka thonë këta? Mreti më i madh i botës, i cili ka pas nën pushtetin e tij çdo gjallëse e cila ka shpirt, e cila ka ekzistuar
në këtë botë përveç me laçe. Çdo sen. Kur i kanë dalë ushtria përpara, kanë nguaj, kanë nënshruar, kanë marrë fronin e Belkisës, i ka ardhur ajo e nënshruar etj. Hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Kjo është mirësia e Zotit që më ka dhënë, me më testu mu, a do të falenderoj apo do të jam mohues, kulmi i asketizmit, kulmi i devotshmërisë së një besimtari që ka mri, në qiell ka mri, me lukset ose me fuqinë ose me pasuninë e kësaj bote, është kjo fjalë. Kjo mirësi e Zotit tam. Po ti kështu, kur gja, shuj, s'kam unë kur gja s'është e jamja, kur gja s'kam rri unë, kjo mirësi e Allahut që më ka dhënë. Çka ka thënë Allahu Azza Jall për ta? Ni'mal 'abdu innahu awwab. Asa robi mirë është ai. Aty për ka thënë Allahu Azza Jall, dy ajete në Kur'an janë që ka thënë që të fjalë Allahu Gjalleshanu, asa robi mirë është ai. Veç për dy. I pare i kuptum, ma i madhe i dunjas mreti në aspektin dhe dhanë pushtetit e pasunisë e tjera, sepse njeri ma i vlefshëm, mësusin e azimit mëshira gjithësis, vula pejgamberve, ma i madhe i gjithë pejgamberve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por, nga i aspekti që e sëqarum, Sulejmani alaihi salam, edhe i dyti e kundërta këtij, Ejubi alaihi salam. Ky ka pas dosan, mirësit më të mëdha, ai ka pas sprovat më të mëdha. Lexojeni Kur'anin. Edhe për të Allahu Azza ka thënë ni'mal 'abd. Sa robi mirë. E mes tyre dyjave jemi në atjertë. Dikush makne, çdo që ndodh, si sprova, si mirësi, të gjitha janë sprove dhe mirësia është sprova. Se ka thonë Sulejmani alayhis salam për më sprovu. Allahu se cilët ja bë pasani në fukara Allah kënë pushtetin me testu. Kjo jetë të sprovë, test. Prandaj Allahu kur ka përmendur Kur'an këtu, kanë te i kalu mirësit me çka? Me ndihmën e Zotit. Për mes maturit ty mani. Ulemat kanë thonë, gëzimi, e kemi përmendur edhe në hutbe, gëzimi i dunjas ka është përmend në Kur'an, është përmend për të kritiku. Të qeshura, të tjere, për vetëm nëse është përmend gëzimin, është përmend që besimtari më gëzu, ose me mirësit e ibadeteve, që për i ban ibadetet këtë botë, ose me mirësit e ahiretet, masi që ka në gjenet, që ka më gëzu, ka me në gjenet, ose nëse gëzohet me një mirësit dunja, se ka bani një të mirë që ta, e ka dhanë Zotin i pasoninit të qka. Jo më gëzu me qëta. Edhe nëse kjo e bën 100 milion, po më gëzu me ata e cilë të ka dhanë qëta. Me ata që të ka dhanë këta. Dhe më thanë, Allahu Gjeleshanu ka thanë, letë gëzohen me mirësit Allah dhe mshirën e ti, se kur të ka dhanë këta, a të ka dhënë me rahmetin e vetë, ti gëzohu për rahmetin e ti që ka pas rahmet në të dhënë ty. Ti s'pe harën Allahun në gëzimin tanë që të ka dhënë një mirësi. Prandaj na, kur gëzohemi diçka është sunet me ra, sejdë të shukër, sejdë falendrimi, në gëzimin më të madh, mos me dalë meq. A keni pa njerëz që dalën meq? Besimtarët jo. Sepse besimtarët nuk gëzohen thjesht me mirësinë e dunjas, po gëzohen me rahmetin e Allahut, se harrojnë Allahun në gëzimin e tyre. Sepse çaja mirësia është mirësia e Zotit. Gjithsesi, e kuptum, e kam pyet tash Aishën, i thonë, a na shpjegon ti kush janë që ta tre llojet njerëzve? E kuptum, ai i cili ka bërë zullum vetvetes, ai që është mesatar, i ka kryer farzën ta, edhe ai që ka te i kalu, ka ecë shumë përpara, shumë natë ka shku. Aisha ka bëni koment këtu. Kështu, thot ata që kanë ecë përpara me veprat e mira, me ibadete, janë njerëzit, populli që kanë taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë jetuar me ta dhe kanë ecë rrugës tij, gjatës tij, se gjata është te fjala arabe, ku ka në transmetim gjata. Allahu i ka përgëzuar me mirësitë e veta.
Nuk e kanë shku rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por kanë ecë në gjallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam rrugtimin e tij deri në vdekje. 70 janë të parë. Pastaj ka pyet për të dytët, ata të mesatarët, thotë janë ata të cilët janë kap për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe rrinë me tut të strukur, të friksuar deri që vjen vdekja. A ka më pranuar Zoti ajo ibadetet? Janë kapur me Kur'anin e Sunet. Por nuk janë e kategoria parë që kanë shkuar me Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kanë vdekur, e kanë kryer amanetin e tyre, e kanë dëshmuar, ja ka qit vulën Allahu xhallahu shanu, ata janë kategori tjetër. Këta dy ti halajën gjallë rrinë me tut. E ka thënë tretit ata zullumçartë që kanë bërë vetë zullum, ka kesh Aisha. Ka thënë ata që kanë bërë vetë zullum janë ti edhe unë. Kështu ka thënë Aisha radhiyallahu anha. E ka kritiku vetë vetën e vetë. E tash, e kuptuam pak a shumë domethënë nefsi që ka. Në arabisht, thamë nëse përkthejmë nefs, mund ta përkthejmë edhe shpirt. Por shpirti thuhet edhe fjala me fjalën ruh. Yes'alunaka 'ani ruh. Pyesin për shpirtin. Kul ruhu min amri rabbi. Thuaj, shpirti është çështje e mshaft e veçantë e Zotit. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila, sigurisht Allah shumë dijet ata, veç pak. A ka dallim mes shpirtit edhe nefsit? Se po duhet me bë këndërimi për arsye se ka pas raste kur kam dëgjuar që bajku shumë kanë folë disa vëllezër xhallar, edhe kanë bërë ndamje do detaje. Të ndërëm vëllezër ka prej xhallarëve edhe studiuzëve të Islamit që mundu me bëni ndamje mes ruh, shpirt edhe nefs. Kanë thonë ruh është ajo fryma që ka hyrë te insani, ha? Allah që ka shti frymën, me laçe që ka prunë shpirtin në nënës vetë se cëllit qëtë frymën. Edhe kur t'i vjen momenti vdekjes që del, që fryma është ruh. E nefs ka thonë është që ky shpirti i përzim, më thonë me mendjen, me zemrën, edhe me fizikun. Nëse shohim argumentet nga Kurani dhe Sunetit, nuk e përkrajnë këta. Nuk e përkrajnë këtë lloj ndarjesh, asa thash që janë të dyja njëjtë, sepse kemi disa hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që njëjtin hadith e ka përmendur për fjalën shpirt, e ka përmendur edhe terminologjinë ruh, edhe terminologjinë nefs. Andaj do të mundu me thonë se ruh është shpirti i cili anon ka mira, nefs është shpirti që anon ka keq, ama nuk argumentet nuk e përkrajnë këta. Sepse Allah ka thonë vetë an-nafsul mutma'inna, ja ka an-nafsul mutma'inna, nefsi ka përmend nefs shpirtin e qetë. Andaj Ibn Taymiyyah rahmetullahi alayhi në Majmu' al-Fatawa ka përfundim se janë njëjtë, nuk ka nevojë me mos e pata një herë një debat me dika në për rrjetet sociale në komente, se në nuk e ka thonë filani fisteki, edhe me më argumentu me ato ndamje, do më thonë shumë të detalizuara që në fakt nuk kanë argumente për këtë ndamje. Mirë, fjallë e tjetë se një mje, pasaj nuk e kemi në gjatë, inshallah ta'ala, dhe për i përmendin pak do fjallë. Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu thotë, çdo njeri që ndjehet apo shtiret në vetën e tij mendje madh, këtë nuk e bën vetëse si pasojë se mbrana në vete njihet i vogël. E keni një këtë fjallë, kjo është Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab e ka thonë këtë fjallë, çdo njeri që shitet me në madh. Pse shitet me në madh? Se në fakt ai vun në vete, shpirti i tij e në vetën i vogël. Edhe çka bën? Mundohet mu shtirë. Njerëz të mëdhaj, që Allah i ka dhënë autoritet, i ka dhënë hejbe, i ka dhënë hudur, do të thonë prania ty në është diçka kënaqësi, kur hyn me xhlis, qetësohet me xhlisi, ndjehen që janë pranishëm. Nuk janë prej aty njerëzve që rish me xhlis, ta gjatë vetë më fol, a dhe ti kone këtu, jo, ata i shesh të kush, këta tipa, këta persona, ta qunë lider shpirtëror. Këta nuk kanë nevojë me bombën e mbaj, se nuk vujnë në mrena.
Edhe ishe dhe më thonë që nuk ju pengon ullën, nuk ju pengon në nënrin, nuk ju pengon, për shamull, detyrimisht, disa mëdhahen duke të jashme, për cilat ata nuk vujnë. E Omeri radiallahu anhu po thotë çdo njeri që ti e sheh që ka dalë me një stil, po që kështu, me një frizurë, me një veshje, veç të jasë, mu dalluve, ai dije se në vete është të vujt, sa është të një i vogël. Edhe po detyrohet, po mundohet përmes mendjemadhësisë me emriqat, mangësit të cilën e ka në nefsin e vetë. Andaj, nuk ka ma mirë se njeri mu ka një qetë. Edhe, kanë thonë djetarë, s'ka lidhje si të vlerësojnë të tjerët, është rëndësishme ti që shënje vetën dhe që shënje ty Zotit. Nëse ti e një vetën si burri i devotshëm, muslimani i devotshëm, s'ka lidhje të lëvdojnë apo jo të tjerë. Edhe Zoti nuk e dini që s'ban më punu për me të lëvdu tjerë. Pastaj që shënja Allahu që është më rëndësi, se në ditën e Kiametit nuk ki mu vlerësu që është të njohin njerëzit, që është një Zotit. Keni kujdes në këtë pikë. E dyta, Ibn Mesudit ka thonë, dijeni se melaqja të shtyt, por edhe shejtani të shtyt. Kanë thonë, çfarë shtytje, nxitje është kjo? Thotë, melaqja të nxit me punu khairin dhe me besu hakin. Me besu edhe me punu. Shejtani të shtin me punu sherën edhe me dyshu të hakin. Nëse do të njini në vete, motivoheni për lexim, pa thamë tash, për ibadet, për veprat mira, e sheni mangësi, e sheni bashkëllëk në vete, që po donë me votë diçka mirë, falenderoni Zotin se Allahu e ka qenë me laçën, me ju nxit ka e mira. Nëse shihni të kundërtën, keni plotësi e tjera, bini vetit mas me istikfar, sepse ka gjetë rrugë shejtani për t'ju diku. Andaj, dhe më thonë, keni kujdes në këtë pikë. Kur ta shem njërë që është, falenderoj Zotin edhe vazhdo me ibadet. E shem vetën që je i plotshum, atëherë kini mangësin vete, kërkoj istikfar. Istikfari njeriut janë kep plagët e shpirtit, janë qep. Ato thymjet që t'jenë morë në zemër nga shejtani, i qepish me istikfar. E treta Ibn Mesud bashkë shto thotë, Wallahi lau ta'lamuna ma a'lam min nafsi. Mashallah, sikur ta dini për mua, ata që e diun për nefsin tem, do të më hudhnit mbi kokën time dhe ka dashur ai më tregu shumë modest, edhe e ka kritiku shumë vetën, i ka gjetë shumë vetës mangësi. Thotë se talebet kanë lëvdu, po kanë vlerësuar, e ulemat ju e dini se gjithmonë kanë qenë asket, nuk kanë qenë me në vaj. Edhe ta shepër me thyjat monotonin. Vazni, nuk ka maket se të tjerët kur të lidojnë në prani. Mos e bani t'i gjëmë tim. Mos i sprovoni as o gjallar të juj. Mi sprovu. Mos u bani sebeb mi u bën fitne, shkurt. Nëse dënë diqka, edhe e dënë hoqën tënë, e ndërën hoqën tënë, respektaje, përkrahe, mbroje, edhe në vetëmi bëdua. Mashallah, nuk më bëlqej njerëzit të zëllit vene dhe thëtë mashallah. Hoqë, a mund thot ati shokit tema, ati tjetër s'ka lidhje, por kur ta njune, ti në knaqe, ti po banë kështonë, nuk ki nevoj me thonë, mësë më bënë fitne. Ti, po thot Ibn Mesudi, nuk e din që ka unë vetën ta. Lem mua dhe mes me dhe Zotit tem, janë të mundu të e vujt, me eduku, me shti në rzat, epshin tem, nefsin tem, pse vjen edhe ma bën një, si që ka thonë, mana lem me tërë shejtan, me mëzit si që mëzit shejtani. Edhe ka pas ras kur i më thonë, ma bën Allah. Po të pës një sen, pash Allah në ka zënë drejtë. Am lidove nërsi po, kur ke po do, për mua, rebona e. Pasaj fillan edhe
Jo kështu jashtë me arsëtimet e të Allah. Ki nevoj me mbledh. Kam nevoj për duat e tua. Zot forcoj, Zot falë gjënon, Zot udhëzoj. Japi nur prej teje, dije, iman e tjera. Nuk ki nevoj. Ibn Mesudi ka dash një talebe, po shikoni Ibn Mesudi, para mendo. Mbi 70 sure kanë mësuar nga goja e pejgamberit alayhis salatu wasalam direkt. Edhe ka thonë me po me ditu në që kanë vetën ta me mërë një dhe edhe në që të një kryjë. Kështu asë, mes te dhe zotit tanë se edhe ti pas ke vrejtjet e tua. Ata nuk i kanë pas vrejtjet tona, po për ata i në kontë më laja vrejtjet e tyne, sepse ata e maksimalisht ku mund me mëri njëri, kanë mëri ata, ku mund shkon insani. Po me gjithë ata kanë akuzu vetën e tyne. Andaj, nuk ka nevoj me bon gabimet të tilla. E para fundit, thot pasha Abdullah ibn Mesudi, pasha Zotin që s'ka adhurus tjetër pas ti. Thot unë dhe familja ime nuk kemi me asgjë çka të shpresojmë të Allahu me na falë, edhe me na falë, me na dhënë hajër, edhe me na largu shërën në kiametit, asnjë vepër apo e ka kritiku vetën dhe familjen e vet, përveç një që ma me vetë. Nuk i bëjmë Zotit shirkë si bëjmë Allah. Mërë ju falë një namaz, krejtë të tutë, për çdo sen që bëjë jam në tutë, vetëm te shirku që ato jam e sigurët. Më dhamë, ajo, nefsi me e thuj, në ndoshta, këta kërën konë vetëmi, këta kanë qajtë për Allah, këta e më për ullë për Zotit. Këta e kam shefi badetet, që shimë shefim në gjënatë. Në kemi qëfë një shefë gjënatë, edhe shumë normal është. Edhe dini o gjanë, djetarë që në thonë, s'ka nevoj njeri mi kalzu. Jo, po kur e din, me Zotit ti edhe ti, jo, po s'ki nevoj mi kalzu ti me nëzit njerëzit për gjënatë. S'ki nevoj mi nëzit. Valaj, kërë më kanë i pa uzum, kumbo këtë, ani, ma një mësim ju trita, kumbo kështu, kumbo vjeve, mos kalza që ke ba. Mos kalza, thuj, kumbo në gjëna, Allah mi falë, po s'ki nevoj me një detaje. Që shkenja, këtë me shpi njere, që shke gjithë kodën e derës, se e mësana trijur të. Prandaj thuj ke njoni, pa të lezuni një besimtar, shumë më katarë. Edhe o shullzu. Edhe ka dalë me disa njerëz në për dunja me shëpit, me bodamet. Edhe kërkuj se kështë pas ditë gjënatë. Kështë shkone dhe i ka zënë aty me shurë dhe të ti më konë që shtu e kumba që të kumba prej më katëve. Ata thënë mashallah, thë uzu zote, thë po, alhamdulillah. Tha kështë kështë në për gjamija mirë maj dërës, aty në gjami, tha i thoshin që kërë kemi vlaun, që Allah zhjeli ka uzu, dirë vla ka zënë, qëfar më kate ke bon që shtu uzu zote, tha kështë pas dalë një 2-3 vjetë e kumba këta, kumba ata, pas ta e kështë hoqë së në regu kja. Edhe kishtë thonë një fjallë, kishtë thonë subhanallah, kër i bojnë shamakatët, Zoti mi më shefi. Mi më shefi, si di ke kërkush. Kër u pendova, vetë i zbolova. Qka në gjitje, tha mund, pse me shku në për gjamia, mi kalzu mëkatët e një në detaje. S'ka nevoj. Prandaj, këta i kam shefi badetët, që shnej më shefi mëkatët. Edhe, atë shumë, raportet me Zotin Azraeli kanë trajtu me kujdes, si kurse një gjamë që rruë është tim mos me e thyj. Mos me e thyj. Si një person i cili është i ndishëm ndaj smundjeve, edhe me njerë ka. Ata që shtë kanë pas kujdesin, mos mi kap në i virus. Të dashur vëllezër, edhe fundit, thot Ebu Dardai radhiyallahu anhu, kur ta dush një sen, shumë, verbohesh, shurohesh, edhe shurohesh kërshiti. Ka dash me të rejtë vrejten edhe din ju, sa njeri dënë verbrisht dikan, ose diqka. Nuk këqyr, a ka mangësi, a është halal, a është haram, qka ti thu, qka ti ka zënë, qëre, a jetë e bafë, s'ka lidhje, a jetë të një që s'ka lidhje, unë jam të dashë. Djetarë, një prej sebepeve që të rritë, të shpërdar pak për temës, kër e dojnë në vajzë ose një vajzë kër e dojnë një djallë, është që nuk e këqyrë ma, a unë regull asa në regull. Pse? Se është
verbu. Është verbu. S'ka ma aty arsye. Nuk i sheh. As mangësit, as nuk i dëgjon fjalët e të tjera. Prandaj, çka më bë? Çdo sen me dash, e para me mas, dhe e dyta brenda rregullave islame. Jo me dash. Dashni të çmendur. Veç brenda rregullave islame. Prandaj, na dojmë Allahun, na dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, na dojmë dinin tonë. Na dojmë çdo kohë i cili e do Allahun, e cili e do pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe e cili e do dinin islam. Dashnia jonë për njerëz lidhet me dashni të fesë. Çdo dashni tjetër, e cila lidhet me epshe, me nefs, ajo të verbon. Nuk është nëse nuk është marrë rregullave islame. Prandaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka përmend për çka njëri lyp një vajzë, edhe kundër ta një vajzë për çka dëshiron të një djalë. E ka përmend fen, katët me renditje për shkak të rëndësisë që ka lanë fund që me i mehet në trunë se cilët që lexon ose dëgjon. Se të tjerat mund të ndikoj aty dashnia e verbrume. Te feja jep me kuptu se ky e ka marrë vesh punën kryesore mbi çka duhet me ngrit dashninë. Mbi çka duhet. A ka dashni më të madhe se sa sahabët që e kanë dashur pejgamberin alayhi salatu wassalam? Nuk ka. Cili prej sahabëve mas e ka pranuar islamin, ja ka boni pa drejtësi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja ka boni tradhti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, etj, ose s'ka sakrifikuar çdo sen për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E dini sahabiu që ka marrë mysafirin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ka pas disa po quj kompira kështu, që ka marrë dhe ka zi fëmijët e vet, i ka lënë pa ushqim, ja ka dhënë mysafirit, pastaj i ka vendosur në ajër disa gur. Kënë se po zinë aty fëmijë derisa i ka zënë gjumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas kur që ka thonë kush e merr mysafirin tim, ka thonë unë ja Resulullah, por ka shumë shpik ka thonë gjëra të skemi as na kur çfarë. Çka ka? 2-3. Kompira thot shuj fëmijët që të qysh në gjumë. Gruaja zoja, jo sikur se gratë e sotit që gjithë të mirat në për shtëpi, në për frigorifera, e thot çaj ke për këtë mysafir se ke qenë në restorant ose diku tjetër. Thot në rregull, i zënë gjumë nesrit pejgamberi alayhis salatu wassalam kur e takon thot çka keni bën prom, që Allahu xhaleshanu është çudit me juve. Është gëzu me juve. Jo se Allahu nuk i dit armën e robërve, se ai është kryusi të armës. Po kur temi është çudit, është për qëllim që njeri kur bën diçka jashtë normales, Allahu xhaleshanu aq gëzohet me besimtarin, sa kalon ai gëzim do të thonë në një lloj, po që kështu ujb ose çudi habie për gëzimit, ma të madh se sa gëzimi po që kështu normal nëse kam drejt kështu me çujt. Thotë ja Resulullah kena bën kështu. Për çka ka bën sahabi? Nga dashnia për pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe mysafirin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj keni kujdes nga çdo lloj dashnie e cila nuk ngritet mbi bazat shëndoshe islame. Na nga pyetjet e shumta që i kemi këtu fundit në tjetë, hoxh, jam martuar me qata, jam myt vetën. Pa dhe që me myt vetën është haram. Unë nuk mund me jetu pa ta. Qysh ti e bën një haram, që në islam është haram, për një diçka, për një dashni që në fakt edhe ajo kon haram, që keni si haram po. Edhe këtu lind kontradikta, që ai pastaj ti moj dash sa dush, po sa dush, ai as nuk sheh, as nuk mediton, as nuk ndëgjon, as. Kjo të dashur vëllezër, për sot, Resulullah xhallahu që ju shpëlbej për mundën që bani, edhe për sahabën që rini në të bë, Zoti ju nderoft.